Në ditën e Fitr Bajramit, Ali ibn Abi Talib, paqja qoftë mbi të, doli për t'u drejtuar njerëzve me një fjalim pas namazit të Bajramit. Njerëzit ishin të veshur me rrobat e tyre më të bukura, fëmijët qeshnin dhe rrugët e qytetit ishin mbushur me atmosferë festive. Por Imam Aliu i shikoi njerëzit me një vështrim të thellë dhe i tha: "O njerëz, kjo është një ditë në të cilën shpërblehen ata që kanë bërë mirë dhe humbin ata që kanë qenë të pakujdesshëm." Ajo i ngjan shumë ditës së gjykimit. Më pas, imami vazhdoi dhe tha: "Kur dilni nga shtëpitë tuaja për në namazin e Bajramit, kujtoni daljen tuaj nga varret përpara Allahut. Kur qëndroni në vendin e namazit, kujtoni qëndrimin tuaj para Zotit për llogari. Kur ktheheni në shtëpitë tuaja, kujtoni kthimin tuaj në xhenet ose në zjarr." Njerëzit heshtën nga madhështia e këtyre fjalëve. Më pas, Imam Aliu shtoi dhe tha: "Gëzohuni o besimtar, sot, sepse Allahu ka falur shumë prej jush. Por mos harroni se Bajrami i vërtet është për atë që Allahu ja ka pranuar agjërimin dhe ja ka falur mëkatet." Kështu, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të, festa nuk ishte vetëm rroba të reja apo ushqime të mira, por festa e vërtet ishte pastrimi i shpirtit, falja e mëkateve dhe pranimi i veprave nga Allahu.